Kthyer në studio pas marketingut, dashur miq. Një fotografi që tërhoqi vëmendjen e një numri të madh të njerëzve më 17 shkurt, ishte ajo e realizuar nga Arjan Mavriqi dhe ku shiheshin në fakt Bob e Bi përballë njëri tjetrit. Në fotografinë që besoj shumë shpejt do ta kemi në les, është Kasriot Neziri, pjesëtari i policisë së Kosovës, i cili gjatë kohës sa ishte në detyrë u takua me vajzën e tij, Azalean. Ata shkëmbyen shikime emocionuese, duke u emocionuar të gjithë ata që patën rastin ta shihnin këtë fotografi. E unë kam kënaqësinë që Bob e Bi t'i pres në studio. Mirë se na keni ardhur. Mirë se na ardhët. Zotri Kasriot e vlerësoj shumë faktin që keni ardhur sot në studio, aq më tepër bashkë me vajzën. Azalea, përshëndetje e dashur. Hajde, cake. Derisa ta adaptohet me skenën është shumë normale. E janë ju lutem, e janë ju uluni. Azalea, mirë se na ke ardhur. Mirë se na ke ardhur bukuroshe. Nisë këna gjithë të të... Azalea! Derisa të adaptohet. Po, që kamerat? A pishe? Sa bukur. Mirë se na erdhe zotri Kasriot. Faleminderit shumë që ke ardhur, është kënaqësi e madhe që jeni të dy sot këtu. Nisë këna gjithë, faleminderit për ftesën. Po e nisim me fotografinë që është bërë viral, realisht që e ka marrë zemrat e të gjithëve. Ishte fotografia realizuar në sheshin e Prishtinës, gjatë kohës sa ju ishit në detyrë, dhe që e takuat vajzën. Si e përjetove fillimisht momentin kur u takove me Azalea në shesh? Momenti bukur, pasi e kam vetë me Lëre vajzë. Azalea, lëre le të lëviz, nuk ka problem fare. Mos na bët të lashe. Jo, hiç s'ka problem, lëre le të lëviz. Momenti bukur, pasi e kam të vetë me vajzë Azaleën, edhe është 1 vjet e 8 muaj. Unë atë ditë kam qenë në detyrë i caktuar në planin operativ për festën e pavarësisë. Faleminderit. Pastaj Azaleën e kam taku në shesh, ka pas diku 2 ditë që s'm ka pa, edhe ka qenë të dojtë e vetë. Masanina kur arë në shesh më ka pa, edhe është emocionu, masi që më ka pa, ka dasht me arë të une. Edhe e kom arë në këra, e kom përqafu, po s'kom dasht me mojtë shumë, pasi që më kam detyrë. Edhe Arjani ka qenë ofër meja atë, fotografi, masi që e ka pa Azaleën, më ka pytë se qëfar e kam, i kam thënë se është vajza ime, edhe më ka pytë se nëse mujna me bo një foto, i kom thonë pa tjetër, edhe e kom lëshu Azaleën në tokë, atë përballë meje. Azalea, shuj. Nal, prit. Merre këtë, Azalea. Merre një tjetër. Merre këtë, merre. Hajde. Masi e më pijet të Kosovës për pëlqenjë për që ta. E ka marrë maca, prit ja japi macës, prit. Qëre bek, qëre? E mori maca. Qëre lodra. Po, të lutem. Edhe pas taj e kam lëshu në tokë, që ditresht edhe me lejen e Zotit, ka qëndru në një pozit që tash me e thonë ashta dhe nuk rren, se është e vogël. Duke të shiku sakt në fytyrë. Emocionet që e keni përqu tek njëri tjetri me këto shikime, i kemi pranu gjithë edhe ne, Por kur e pe foton që është publiku dhe është shpërndaj, është pëlqy në masa që madhe? Po, emocioni i mirë, pasi që ka qenë fest pavarësie, ka qenë data e përvjetorit të 15 pavarësisë të shtetit tonë, edhe u kanë kënaqësi për neve me marrë pjesë. Merre, hajde merre. Shka ta rushi këtë? Merre. Ka pas komente shumë pozitive, jem kanë shumë i kënaqët me komentet e popullit tonë, ju uroj festën e pavarësisë çdo shqiptari kudo që është, edhe ju uroj shëndet edhe jetë të lumtur. Për zotri Kasriot, që sa jeni polic, ose më sakt ushtroni detyrën e policit në Kosovë? Ka 4 vjetë, kam bërë 4 vite që jam në shërbim të qytetarëve të Kosovës, shërbej në qytetin e Lipjanit, edhe është privilegj dhe nder për mua të shërbej në uniformën e policisë për qytetarët e vendit tim.
Por kur ndoshta vendosët që dëshironi që t'jeni polic në Kosovë, kur ndoshta e zgjodhët profesionin që e keni aktualisht? Si 18 vjeçar, me të drejt pune, kam apliku fillimisht njerë, pastaj nuk ka qenë kësmet atëherë. Në konkursin tjetër kam provu prap, kam kaluar testet të gjitha, jam pranu në Policinë e Kosovës, edhe që nga viti 2019 shërbej në uniformen e bekuar të policisë. Ka qenë ëndër e cila është realizu? Ëndër, ka qenë ëndër e imja, pasi që edhe familjarët e me kam pas, sidomos bobe, ka pas një ëndër që të shërbej në uniformen e policisë. Faktikisht nuk ka mujt, për arsye të ndryshme, kurse unë kam pas fatin me shërby në uniformë. Po ashtu edhe gruaja ime është... Këtu desha të dalë, përveç jush është edhe bashkëshortja juaj që ka të njëjtin profesion. Po, të njëjtin vetë kemi apliku së bashku, edhe jemi pranu të dy së bashku, shërbim të dy në uniformën e policisë. Do thot ju njohët paraprakish me njëri tjetrin, Ne kemi qenë të fejuar, kur kemi aplikuar për të punësuar në polici, pastaj, sa kemi qenë në akademi, jemi martuar, kemi pas të gjitha datat e caktuara për martes, për me zhvillu jetën tonë familjare. Po tash ky ideali për bashkët me bashkëshortën, a ju bëri bashkë juve të dyve, sepse jeni patriot të mdhenjë realisht të Po, dytë? na ka bo bashkë, na realisht jena njoftë njëri me tjetërin edhe me heret, edhe të dy kemi pas dëshirë me shërby në uniformë, të dy kemi apliku, fatmirësisht jemi pranu, edhe ta shërbim në uniformë të dy bashkë. Po ashtu edhe vajza... Po mduke sikur edhe vajza po rritet në frymë patriotike, nga ajo që po e shoh. Po rritet në atë frymë, pasi që unë edhe në nësoj jemi të dy në uniformë, po thoj se për çdo ditë na shen në uniformë, edhe besoj që do të rritet në të njëjtën frymë edhe kjo. Edhe shpresoj që në një të ardhme të shërbej për vendin e saj, pa marrë parasysh në cilin drejtim, por të paktën do mundohem të arris në frymën e patriotizmit. Të kthehemi edhe njerë tek 17 shkurti, dita kur na dhat shumë emocion, ju edhe Azalia po ashtu. Si e përjetoni zakonisht për vjetoret e pavarësisë së Kosovës? Nuk di qysh me thonë me fjalë, e përjetojmë shumë mirë, pasi që dihet që është dita e shpalljes së shtetit tonë, dihet që populli jonë ka vujt më herët. Jam shumë i kënaqur që kena arrit me bo shtetin tonë, kena arrit me i bo institucionet tona. Opa! E bro, beb, jo, beb. Hajde, listë, hajde. Po s'ka problem që e ke derdhu ujin, Azalia? Për te, teta. Nuk ka problem? Na falni. Nuk ka problem, është fëmijë fundit. Po. Qa po dëmë? Ja dërgojmë Azalia mamit, që t'jesh edhe ti pak më i qetë? Munde. Hajde, Azalia, hajde të mami. Hajde të mami, hajde të mami. Hajde. Gutu. Faleminderit juve. Mos u ndjej keq as pak. Azalia është e vogël edhe kuptohet. Çdo gjë kuptohet shumë mirë. Nuk ndjehem keq. Ishim duke folë për 17 shkurtin, për përjetimet që ju i keni në përvjetoret e pavarësisë. Unë kam qenë në moshën 13 vjeçare kur është shpall pavarësia. Atëherë e kam prit në shtëpi së bashku me familjen time. Ka qenë ditë e veçantë, ditë që nuk përshkruhet. Kështu që veç uroj popullin tonë me pas shëndet edhe të ardhmet mirë. E kishit mendua së kohë kur edhe u shpall pavarësia Kosovës që një ditë do t'jeni në këtë pozicion, duke i shërby vendit tënë në një prej përvjetoreve të pavarësisë? Ndoshta atëherë si 13 vjeçar nuk kam mujt me pas ide të une për me shërbim vend, po me kalimin e kohës, Me kalimin e kohës u kam dëshirë imja që në shkollë fillore, thuj se në shkollë mesme, kam pas dëshirë me i shërby vendit tem në uniform, pa marrë parasysh në polici ose në ushtri, por kjo uniform e policisë me pëlqen shumë,
Dhe jam shumë i lumtur që shërbej popullit. Cila është ndjenja që ta jep uniforma e policit? Adeli nuk e di nëse muj me tregu cila është ndjenja pa e pos vetë atë ndjenjë me vesh uniformën, është shumë ndjenja pa përshkrueshme. Sa herë që vishëm në uniformë, emocionet janë të mëdha. Dhe mundë me paramendu diçka të tillë, por çush është të dyt, bashkë me bashkëshortën me qenë të njëjtën profesion, aq më tepër të dy polic? Po, mendoj që i ka në pozitive pasi që shërbim të dy të njëjtën institucione dhe e kuptojmë botën e njëri tjetrit, e kuptojmë punën e njëri tjetrit, edhe besoj që është ma e lehtë për neve me shërby të dy në të njëjtin institucion. Unë falenderoj shumë, zotëri Kastriot, që ke qenë në studio. Ishte kënaqësi e madhe realisht që u takuam në këtë studio aq më tepër pas emocioneve të mëdha që na vat, sepse fundit të gjithë jemi njerëz dhe emocionohemi në situata të tilla. Vërtet. Faleminderit edhe juve për ftesën. Ju uroj çdo të mirë në jetë, edhe i përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë, duke i uruar me të mirat e tyre. Falenderit shumë edhe një herë. Dashur pas bisedës me Kastriotin, do të kalojmë tek tema e radhës. Unë ju premtova javën e kaluar që do ta kemi Naimin me temën e depresionit sërish në studio dhe ashtu siç ju premtuam do të vazhdojmë edhe sot. Gjithë ju mund të bëni pyetjet tuaja vetëm pasi ta shohim materialin që i paraprim bisedës. Sigurisht numrat shfaqen poshtë ekranit dhe përgjigjet i merrni qysh sot me Naimin në studio.